një nën që biri i saj ka shku në betejën e Uhudit, e ka qenë biri vetëm i saj. Dhe pas që ka përfunduar beteja, ka ndalë pejgamberin asam me pyet se çka është puna e djalit tem. Aja ka di se djali i saj është vrarë në betejë, por ka dashur me e qetësu shpirtin me përfundimin e djalit ku ka shku. Ka thonë, oj, i dërguari i Allahut, a është djali jam në dënim e të qaj që si arriti me jadal, apo është në xhenet e të gëzona për përfundimin e tij? Atëri i ka thonë pejgamberi sa ja umme Haritha, o nëna e Harithit, ty që të ka ra djali dëshmor, inna leysat janna, nuk është në xhenet, inna ma hiya jinan, janë shumë xhenete e djalit e ka godit Firdausin e lartë. Prandaj janë shumë xhenete. Pejgamberi ka përmend jannatani min dhahab wa jannatani min fidda. Dy xhenete kreç ka kanë është ari, e dy xhenete kreç ka kanë është nga argjendi. Kjo është një ndarje tjetër e xheneteve. Pastaj ndarja e xheneteve në bazë të shkallëve, xheneti Aden, xheneti Firdaus, çuçi ka ndarë Allahu te barekuta në Kur'an dhe pejgamberi në hadithe. Gjithashtu në hadithe ka ardhur ku sigurisht transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, inna fil jannati 100 daraja. Në xhenet ka 100 shkallë, bejnë darajateni kama bejnë as-samai wal ard. Mes çdo shkallë sa mes qiellit dhe tokës. Është përmendë çfarë madhësie, e çfarë lartësie dhe çfarë dallimi mes njerëzve në shpërblime në xhenet. Prandaj këtu ka shumë xhenat për të treguar se Allahu kur t'jap, jep me bollok.